Sot ishte kënaqësi e veçantë që në Ministrinë e Mbrojtjes të kemi për vizitë Ministrin Nufi, ndër vizitat e para që Ministri e bën pas emërimit të tij në pozitën e Ministrit të Mbrojtjes. Gjithmonë me Republikën e Shqipërisë ne po vazhdojmë të ndërtojmë, thellojmë dhe zgjerojmë raportet tona bilaterale në të gjitha fushat, por veçanërisht në fushën e mbrojtjes. Gjatë takimet që patëm bashkë, e falenderova Ministrin Nufi për gjithë angazhimin e Republikës së Shqipërisë në mbështetje të Republikës së Kosovës, në veçanti në ndërtimin e kapaciteteve tona ushtarake. Republika e Shqipërisë vazhdon të kontribuojë në fuqizimin e forcës së sigurisë së Kosovës përmes trajnimeve, përmes edukimit që bëjmë të pjesëtarëve tonë në Republikën e Shqipërisë, përmes bashkëpunimit të ngushtë që kemi, por edhe përmes prezencës në kuadër të misionit të KFOR-it, ku Republika e Shqipërisë luan një rol të veçantë. Gjithashtu diskutuam edhe mundësitë e thellimit të bashkëpunimit edhe në fusha tjera, duke përfshirë industrinë e mbrojtjes, një sektor jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për kohët kur po jetojmë, dhe në ditët në vijim, në muajt në vijim, do të punojmë më gjerësisht edhe më thellësisht në identifikimin e mundësive për bashkëpunim në këtë fushë. Unë jam falenderues ndaj ministrit për gjithë gatishmërinë për të mbështetur Kosovën edhe në rrugën e integrimit në NATO, për promovimin e Kosovës në kuadër të NATO-s dhe organizmave të tjerë që bën Shqipëria, por në veçanti Ministri i Mbrojtjes, si edhe në bashkëpunimin që kemi regional edhe me krahatsinë me Shqipërinë në këtë aspekt. Të dy vendet, edhe Republika e Kosovës edhe Republika e Shqipërisë, tashmë kanë bërë hapa në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes. Ne, siç e dini, kemi bërë tashmë një kontratë për një fabrikë për prodhimin e municioneve. Jemi gjithashtu në koordinim me partnerët tjerë për çështjen e bashkëprodhimit. Kur flasim për bashkëpunimin me Republikën e Shqipërisë në fushën e industrisë së mbrojtjes, po flasim për dy drejtime. Është bashkëprodhimi, pra do të shikojmë mundësitë se në cilat fusha mund të bashkëprodhojmë, dhe kjo do të bëhet sigurisht në periudhën në vazhdim, kur do të krijojmë edhe grupet edhe ekipet që do të punojnë në identifikimin se çka mund të bashkëprodhojmë bashkë, në mënyrë që të jemi edhe të ndërveprueshëm në aspektin operacional, por edhe në bashkëprokurim, mund të themi, të sistemeve të cilat na bëjnë të ndërveprueshme. Ne kemi edhe në kuadër të deklaratës së përbashkët trilaterale me Shqipërinë dhe Kroacinë, një ndër pikat kyçe bashkëprodhimin, por edhe prokurimet e përbashkëta si tri vende, që të na mundsojë që të jemi të ndërveprueshëm edhe të kemi produkte cilësore dhe me kohë në kuadër të forcave tona. Në Komitetit Ushtarak në NATO dhe kemi njoftuar që aty kemi bërë NATO-s, a ka ngritë Shqipëria shqetësimin e pajisjes me nxjerrjes së raketave hipersonike që mund të përqen prej Serbisë.